Jemi me këto pamje të drejtë për drejta, pasi protestuesit e zhvendosën ditën e sotme marshimin e tyre nga sheshi Skënderbej drejt parlamentit, aty ku po zhvilloheshin punimet në seancën plenare. I pranishëm në këtë seancë ishte ditën e sotme dhe kryeministri Edi Rama. Protestuesit morën një drejtim të ri ditën e sotme, ku vendosën përpara godinës së parlamentit, duke kërkuar edhe një herë me zë të lartë dorëheqjen e kryeministrit Rama, me artikulimet Rama në burg, Berisha në burg, nga ana tjetër bën dhe thirrje për Shqipëri e re, duke refuzuar kështu të gjithë klasën politike. Me përfundim të seancës plenare, deputetët u larguan, gjithashtu dhe kryeministri Rama. Godina e parlamentit, siç e pam nga pamjet, ishte e rrethuar nga një gard metalik, ishte edhe pranit të forcave të rendit, por protestuesit e mbajtën gjithashtu dhe ditën e sotme protestën e tyre paqësore, qytetare, pa u regjistruar asnjë incident, thjesht artikuluan pak kënaqësitë e tyre dhe tani shohim që marshimin po e zhvendosin nga parlamenti drejt godinës së kryeministrisë, aty ku për 18 ditë të tjera ka qenë itinerari i zakonshëm i tyre, pra nga sheshi Skënderbej drejt godinës së kryeministrisë, aty ku kanë improvizuar dhe podiumin e tyre dhe kanë shprehur të gjitha pak kënaqësitë ndaj qeverisë Rama, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit si një nga kërkesat kryesore të tyre, duke shfaqur rezistencë ditë pas dite dhe duke mbledhur dhjetra mijëra qytetar në sheshe dhe në rrugët kryesore të kryeqytetit. Kujtojmë që dhe dita e djeshme kishte një pjesëmarrje masive të qytetarëve, ku për orë të tëra qytetarët, pasi marshuan drejt kryeministrisë dhe artikuluan të gjitha pakënaqësitë e tyre, marshuan në rrugët kryesore të kryeqytetit për të përfunduar më pas në sheshin Skënderbej, aty ku është dhe pika e grumbullimit të çdo proteste. Në këto dy ditë, ditën e djeshme dhe ditën e sotme, protesta është vendosur në orën 19 për shkak të temperaturave të larta. Dhe me këtë nisje të protestës, qytetarët ditën e sotme u zhvendosën përpara godinës së parlamentit. Vijojnë marshimin e tyre me flamuj, me pankarta, me thirrje. Ka një situatë, se ishin tak...
Vion marshimi i protestuesve është vendosur tani përpara selisë së Partisë Demokratike, ku pati disa momente tensioni mes personave të cilët ishin vendosur përpara derës së selisë së Partisë Demokratike dhe disa nga protestuesit. Pati një moment tensioni, por për më shumë do të na informoj Osmani, i cili po e ndjek të gjithë marshimin në këto momente. Osman, nëse më dëgjon, çfarë ndodhi përpara selisë së Partisë Demokratike? Pati një moment tensioni, provokimi mes protestuesve dhe personave që ndodheshin përpara selisë së Partisë Demokratike, po. Protestuesit ishin pra duke marshuar dhe duke pasur thirrje në Rama, Burg, Berisha, Burg dhe disa mbështetës të Partisë Demokratike të cilët ishin në hyrje të selisë u ndjen të provokuar dhe pati disa përplasje verbale mes protestuesve dhe antarëve mbështetësve të Partisë Demokratike. Të paktën kjo është ajo e cila ka ndodhur përpara selisë Partisë Demokratike, teksa protestuesit tashmë janë duke vijuar marshimin e tyre. Janë duke vijuar marshimin e tyre drejt kryeministrisë, por ende ka debate mes individëve të caktuar. Janë duke pasur dhe duke pasur debate në distancë mes disa protestuesve dhe disa mbështetësve të cilët janë brenda rrethimit të selisë Partisë Demokratike, por që më para ishin jashtë hyrjes kryesore. Pra është duke vijuar tashmë duke vijuar edhe protesta dhe protestuesit janë edhe duke bërtitur thirrjen Rama, Burg, Berisha, Burg, gjë e cila e thash dhe më herët provokoi disa antarë mbështetës Partisë Demokratike të cilët ishin tek selia e kësaj force politike.